Cilësia e 11 me radhë, cilësi shumë e madhë, thot Allahu i lartësuar, robërit e sinqert Zotit janë edhe ata të cilët kur këshillohen me ajetet e Kur'anit, nuk ju akthejnë atyre shpinën, sikurse të ishin të shurdhur apo të verdhë. Nëse të vjen dikush me një ajet kuranor dhe të thot, ka thënë Allahu kështu, dhe ti thu, e di, e majmen e kam lexu, por vazhdo në avazin tëtë, kjo nuk është cilësi e robërve të Zotit. Nëse të vjen dikush dhe thot, ka thënë Allahu fal 5 ka namaz, o musliman, ti thush, e di, e kam gju, ti do më tregosh mu, bane ti 20 vjeç, o 70 vjeç. Ti po i kthen shpinën fjalës Zotit. Sikurse thot Zoti, ja kthejnë shpinën sikurse të jenë të shurdhur apo të verbër. Nuk është cilësi e robërve të Zotit që kur këshillohen me diçka nga ajetet e Zotit, ai i kthej shpinën aty. Siç ka thënë Allahu i lartësuar në një ajet kuranor, dhe kur i thuhet atyre ti frikë Zotin, atë e kap krenaria me gjunahun e tij. Pra vazhdon akoma me avazin e tij.